Rikthimi tek rënjët është i bukur, sfidues gjithashtu, por kërkon punë dhe përkushtim. Me këtë simbolik të këtij viti, festivali 63 i këngës në Radio Televizionin Shqiptar e nisi kështu rrugtimin e tij. Ditë të gjata provash fal angazhimit maksimal të gjithëve. Ky fund dhjetori solli ngjarjen më të madhe të kulturës në vend, një traditë që ka kaluar gjysmë shekulli. Unë mund ta shpjegoj shumë më mirë skenografin, po surpriza më e madhe do doja për ta lënë për datën 19. Kënga Fëmia i parë, interpretuar nga ikona e muzikës shqiptare Vaçezela, u soll në skenë me zërin e Elhaj Dadanit, shoqëruar nga grupi kulturor i fëmijëve Shkodër, e cila çeli natën e parë të festivalit të këngës në Radio Televizionin Shqiptar. Mirëmbrëma, zonja dhe zotrinj. Dyshja e moderatorëve Enkel Demi dhe Ornella Bregu u rikthyen pas shumë viteve në skenën e pallatit të koncerteve. Festival shumë i bukur. Ishte festival i bukur sepse kanë punuar njerëz shumë të zotë. Dhe gara ishte shumë e fortë, pra besoj gjitha elementet që duhet kishte një festival i patë. Është bukur që nis një ëndër edhe mbaron. Dhe mbaron dhe mbahet mend. Se nga një ëndrat nuk mbahen mend në mëngjes. Kjo mbahet mend gjatë deri në vitin që vjen të paktën. Me Kelin është prezantimi i parë dhe mendoj se kemi krijuar një marrëdhënie, një kimi që në fillim ndoshta ta jep pak edhe rritja në moshë këtë llojin e lirshmërisë të shprehurit, në kuptimin që nuk mban më, nuk ka për të krijuar për ty më një lloj karakteri kur ti e ke të krijuar. Kështu që në këtë lloj forme besoj që jemi shumë të lirshëm. Ajo është $1 milion. Shtu ta di po. Sot që këndova duke si realizova. Pra pakuintave, një hap larg skenës në pritje të çdo deputimi, Andri Xhau dhe Alesia Burnazi ishin mikpritësit pas çdo performance të artistëve.
kam pritur me shumë emocion dhe shumë adrenalin. Nata e parë për mua ka qenë pak fare më e vështirë sa të fillonte ajo rrjedha e këtyre 4 netëve të FES 63, por jam shumë e lumtur që isha pjesë e këtij bashkëprezantimi së bashku me Andrin. Mendoj që kemi kryer një punë të fantastike, jo vetëm nga perspektiva ime, po këto komentet kanë qenë të shumta dhe në fakt ka qenë vërtet një kënd shumë i bukur kur të gjithë artistët kanë shprehur emocionet e tyre. Andri, si ka qenë kimia mes ju të dyve? Për fat ka qenë shumë e mirë, sepse Alesia është një vajzë shumë e talentuar dhe jemi kuptuar me sy me njëri tjetrin. Unë kam marrë nga freskia Alesias, Alesia pak nga përvoja ime dhe kemi bërë një dyshe shumë të mirë me një përgjegjësi shumë të madhe. Slimane, këngëtar i njohur francez, një nga pjesëmarrësit e Eurovision 2024, kënga e cilit u kthye në hit, e erdhi për herë të parë në Shqipëri, e inkas për festivalin e 63 të këngës në Radio Televizionin Shqiptar. Stafi i festivalit e priti teksa ai mbërriti në aeroportin e Rinasit, pak para nisjes së festivalit. I'm so happy, I'm so glad. Jam shumë i lumtur dhe mirënjohës që ndodhem në Shqipëri, sepse është hera ime e parë. Jam gjithashtu i lumtur do të performoj përpara publikut shqiptar në skenën e festivalit. Mon amour, je ferai tout ce que je peux. Un océan dans le feu, l'impossible si tu le veux. Oh mon amour, allez reviens à Paris. Fais-le pour nous, je t'en supplie. Je le promets, j'ai compris. Je t'aime, je sais pas pourquoi. Je rejouerai la scène. Aucun sourire, mon âme sort. Tu sais, le monde ne tournait pas rond. J'avais les mots, mais pas la chanson. Tu sais, l'amour, tu sais, la passion. Oui, c'est écrit, c'était dit. Oui, c'est la vie. On m'a pas montré le chemin. Thank you so much. Në botë, ata që bëjnë rap sot, quhen King of the Rap dhe kanë pushtuar tregun muzikor. Edhe ne kemi një King of the Rap dhe ai është pikërisht Noisy, të cilin e ftoi të vi në festivalin e këngës në Radio Televizionin Publik. Qatë në parja nëse s'kete dashni, e thonë me shëshni ajo. Unë me shok jom rete me to pores nga gab. Let's go! Qatë në parja nëse s'kete dashni, e thonë me shëshni ajo. Unë me shok jom rete me to pores nga gab. Njeta nga ma jena vlasni. Qatë në parja nëse s'kete dashni, e thonë me shëshni ajo. Unë me shok jom rrite me to poris na ka bojë një tanana ma jena vlasni Bëhet fjalë për një band live, orkestër gjigante. Unë kam kënu live më përpara, por e limituar, domethënë me 4 instrument. Kjo ishte më speciale, plus bëhet fjalë për skenën që e kanë ndarë shumë artistë legjendar shqiptar, pashtu edhe tuaj, edhe sidomos ky festival. Edhe emocionet kanë qenë jashtëzakonshme. Pesëmbëdhjetë ishte numri i konkurrentëve që do të nisnin këtë garë artistike të mbrëmjes së parë të spektaklit, po aq ishin dhe ndjesitë e përjetimet. Orgesa, si shkoi performanca jote? Po dridhem, se s'është e lehtë që të hapësh festivalin. Unë isha si titulli i këngës i parë që hapa garën. Shumë emocion shumë i bukur që një artist pa diskutim jeton për këtë emocion. Ndihem shumë emocionuar, ndihem sikur jam për te reve, realisht dita them këtë gjë. Ndoshta tani më ka ikur pak ajo, sepse
sikleti i skenës tashmë bie në momentin që del, por janë ato çastet përpara se të hysh dhe përpara se të dalësh që ke ato dridhen, atje ke ato gjendjen anktioze. Por kur del në skenë pastaj nuk mendon më për asgjë. Edhe kam, edhe s'kam. Do më kam ndonjë 5 minutë që fillojnë rradhët e zemrës, pastaj jam kështu chill. Pastaj them, më mirë se ti s'është hera parë që e bën. Pastaj kjo, pastaj ajo. Domethënë është e gjithë kjo me dyça se si do dal. Pa diskutim un kam një të mirë që kam patur gjithmonë është që kur ndizet kamera dhe fillon performanca i 3 minutë, i them vetes o bëj ose ik në shtëpi. Dhe zakonisht e bëj shumë mirë. Kemi pothuajse 20 veta në skenë, kemi një tjetër skenografi të fortë që futet brenda, në kushte jo shumë të lehta, me thënë të drejtën, domethënë unë e nis këngën në një lartësi shumë të madhe dhe nuk është fare e thjesht edhe për të kënduar in live, por ja kemi dalë në prova me ato probleme teknike, por shpresoj që sonte të jemi në formën tonë më të mirë. Here we go. Menja nuk po m'dele përvoj çdo herë, për me tek aman, s'di si me ja po për ty unë krejt i lo, tu me ditë unë për ty ku mbeta, ata ka besu vetja, unë dhe se nuk e ndjenja. Po, sa po bëra gati shqyr se ishte një proces goxha i gjatë, por më në fund arrita lukun përfundimtar që dëshiroja. Vërtet nuk kam kënduar akoma, radha ime është për pak, unë jam e 14 sonte edhe realisht me zi po pres. Në jeri madhë për ne me kanë këtu, unë ime shumë mirë skenë. Emocioni ko kanë shumë i nalt. Se ju priti publiku? Oh, shumë mirë, zjerë më kje publiku. Me rukëtimin tashmë të nisur, Fez 63 në Radio Televizionin Shqiptar erdhi me një tjetër sukses. Në skenë unë gjeti njëti numër i artistëve ku 15 këngëtarët e tjerë në garë, bashkë me komponentët artistik, performuan live, shoqëruar nga bendi dhe orkestra prestigjioze e Radio Televizionit Shqiptar në natën e dytë. Jornada bien si pora hoy Të gjysma e kongës mu e këndëgjusja, edhe pasaj po ta pak probleme ndëgju vetën. Tani mundoha me ndrejq, po s'kish koncentrim ashtu, edhe vazhdova që ashtu dëmëdhanë. Nuk e kum ndëgju shumë mirë vetën në... Unë kam 33 vjetë në skenë dhe sa më shumë kalon koha, aq më shumë shtohet emocioni dhe aq më shumë shtohet përgjegjësia. Po nuk është qëllimi, si thua, të kanalizohem nga çfarë kërkon Eurovisioni. Jo, çfarë kërkon festivali ton, çfarë kërkon tradita ton. Ishte ideja skenografit Borim Arifi nga Kosova edhe realizum, edhe normalisht me mendimin e gjithë stafit festivalit të RTS-s që kanë bërë një punë shumë bukur edhe me ndriçimin e me gjitha, kanë ndihmuar që me dalë performanca jashtëzakonisht e bukur. Edhe me balerinët e Albinakos kuptohet. Në momentin e parë që shkela në skenë, para se me këndu, ndjeva shumë ngrohtësi edhe mikpritje. Asnjëherë artisti nuk vendos a do të fitojë, ne sigurisht që punojmë dhe investojmë në projekte muzikore për të shpërblyer në fundit. Do pash një qik të gjitha pak të shqetësuar sa po dole nga performanca, çfarë ndodhi? Një problem teknik që më ndikoi që thjesht mos të kontrolloja pak veten, mendoj në anën vokale, duke mos e dëgjuar mirë kaq. Shikon këtu ne kam shumë për zemër edhe nuk doja aksesor, nuk doja as balerin, doja ta të jem vetëm unë edhe baladat. Edhe publiku normalisht. Ka pas pure shumë bukur, këngëtar shumë të mirë. Festivali ka bërë goxha ndryshime. Janë ndjetë, është si nga ana teknike, si nga ana skenografisë, çdo gjë ka qenë perfekt. Mendoj se jam momentin e durën, çastin e durës, se për mua është hera e parë që marr pjesë festivalit dhe e kam përjetuar shumë bukur. Po më mirë vonë se sa kur. Është një emocion i jashtëzakonshëm të kthehem sërish tek festivali i fundvitit në RTS. Ishte kjo këngë që më solli në festival. Dhe ky mesazh që përcjell tek njerëzit.
I ftuar special I natës së dytë, Aleksandr Gjoka ngriti sallën në këmbë. Ore, qa bën ti që s'del nga moda, mërbur? Na e thuj, dhe... Për publikun. Qa bën ky që s'del nga moda? Për publikun. Unë kam qenë sa herë në festival si ftuars, sepse e dini që unë kam qenë 97 që nuk jam më pjesëmarrës, sepse e kam kryer misionin tim. Mendoj që festivali është një trampolin për promovimin e talenteve të reja. Kemi një surprizë shumë të bukur, si rrallë herë do të vi me një monolog ku flas për jetën time, sa e vështirë ka qenë suksesi, si për të gjitha, padyshim, por në rastin tim personal, sa vështirë është të kapërcesh, të rrëzohesh dhe të ngjitesh po prapë, të gjesh forcën tënde. Claudia Pepa u ngjit në skenën e Festi 63, e ftuar speciale. Talenti është dhunti, por mbi të gjitha një sfidë. Më gjeti kur rrëzohesha pas çdo lëvizjeje, pas çdo hedhjeje, kur gjunjët e mi preknin dyshemen e ftohtë. Trokiti me prepotencë. Këtu. Më tha, do të kërcesh? Ta pika shiu, pranë mbi qeq, befas për ty ndje, vama. Poezia mallë Ismail Kadares, një këngë nga Piroçako, çeli natën e 3 të Fest 63 të këngës në Radio Televizionin Shqiptar. Kjo natë dhuroi emocione, jo vetëm për nostalgjikut, por për të gjithë publikun që mbushi plot e për plot sallën e Pallatit Koncerteve. Në këtë natë nostalgjike nuk mungoi as ikona e muzikës shqiptare, Parashqevi Simaku, e cila përshëndeti festivalin I 63 të këngës me një video mesazh. Duke përshëndetur festivalin e 63 e këngës në radio dhe televizion. I wish I was there. Last time I was there, I sang a beautiful song in 1990 called The John McCann. The Dun Nickel Isha shumë spontane. Për të gjithë ju konkurrentët e festivalit 63. Kjo dorë që tu ndi di e pi, gjithë botën e Do të shpallim 15 këngët që do të vijojnë garën nesër mbrëma. Ky është rreshtimi I këngëtarëve që do të kalojnë nesër në natën finale. Kjo do jetë dhe rradha me të cilën ata do të paraqiten në skenë, por ky do të jetë dhe numri për cilin ju do të votoni. Rrugtimit po I vinte fundi, nga 30 artistët konkurrent 15 finalistë në natën e 4 do t'i nënshtroheshin votimit në garë për më të mirin. Festivali riktheu formulën e vetëm një fituesi, me 50% të votave të jurisë dhe 50% të publikut, por solli edhe një sistem votimi më të zgjeruar, votat e diasporës. Mbi përzgjedhjen folën edhe antarët e jurisë, pak para finales së madhe. Pra gjëja kryesore që mua më ra në sy ishte sa shumë variacion stilesh, zhanresh kishte kënga shqiptare në këtë edicion. Të rinj, të cilët dhe pse debutonin për herë të parë, erdhën me një personalitet të vendosur. Dhe një tjetër aspekt në analizën time është që tashmë kënga shqiptare, paktën ky festival e konfirmoi, është pastruar nga ato banalitetet e tallavave,
dhe tashmë ka formësuar stilin e këngës së re shqiptare. Për ne si juri ka qenë shumë e vështirë, sepse ka pasur këngë të jashtëzakonshme, shumë të bukura. Mendoj që kemi qenë një juri shumë profesionale dhe duke qenë e tillë, ka qenë e thjeshtë që të unifikohemi të gjithë bashkë. Ndihet shumë kjo fryma e këndvështrimi qasja e muzikës që ka tipike Eurosongu. Gjithmonë është me debate, me shiko çmimet janë subjektive, me shije subjektive, se cili nga ne ka përvojat e tij. Ka profesionistë të fushës muzikës, profesionistë të teksteve, po që në fund të arrihet në një rezultate, një përzgjedhje, gjithmonë me debate. Janë dukur po ashtu edhe krijimtarit e këtij viti. Absolutisht është e vështirë, sepse si vjet ka pas këngë jashtëzakonisht bukura, interpretime të bukura. Tharë që jam antare juris dhe kaloj nëpër këto, e kujtoj veten. E kujtoj shumë shpesh veten. Kur tjerët vendosnin për këngën. Nuk është e lehtë sepse e kam kaluar vetë në lëkurë këtë gjë. 7 veta është vështirë me ra, dakord, po që secili e ka mendimin e vetë profesional, mendimin artistik, do me thonë edhe secili e sheh në mënyrën e vetë, ndërtimin e një këngë, strukturën e këngës, interpretimin, teksti që është shumë i rëndësishëm dhe vlera artistike që ka kënga. Ka patur kaq shumë prurje të mira, unë nuk jam hipokrite në mënyrë absolute, nuk bëj furça, por nuk pritshmëritë mia i kaluan. I kaluan pikërisht ta këngëtar shumë të mirë, stilime muzikore fantastike dhe vërtet ka qenë shumë e vështirë. Na shkoi relativisht gjatë mbledhja, megjithatë gjithë secili ne votat nuk i kemi unanime, ne votat i kemi personale. Kështu që gjithë secili mban përgjegjësinë e tij. Falmjeshtërisë së Albi Çiflikut, skenografia lëvizej si kur më parë. U vuaj gjitha në funksion të artistëve dhe kjo ishte vërtet magjike. Shi telefonin tim, kanë për të kushtoj pa. Festivalit të 29. Risi edhe në transmetim, u përdor sistemi Q-Pilot, i njëjtë me atë të Eurovision, i cili nga specialistët u përkthye si montazh në transmetim të drejtë për drejtë. Në ekran teleshikuesit pani produkt televiziv, u sinkronizimi i gjithë elementeve skenik të performancave erdhi në perfeksion të plot falet e talentit të regjisorit Redi Treni. Me autore Zefina Hasani, ky spektakël i muzikës erdhi kështu, i konceptuar ndryshe dhe plot risi. Një festival që diti të vëvurën e suksesit, me një publik të jashtëzakonshëm, që mbushi sallën e pallatit koncerteve të 4 anetët, duke përqafuar rikthimin të krënjët, tematika e këtij viti. Muzika dhe fjala ruktuan bashk, ku mesazhi nga gra dhe vajza të suksesshme në profile të ndryshme debërtojnë ndjeshmërisht tek publiku në sallë, si edhe në çdo familje. Thirrja ime sot shkon për baballarët. Nuk ka vetëm djem në këtë botë. Mos hezitoni të doni dhe të mbështesni vajzat tuaja. Një botë me vajza të vlerësuara dhe që e duan veten, është padyshim një botë më e mirë dhe më e arrirë. Dhimbja u bë këmisha ime, por nuk më mposhti. I thash vetes, nëse vajtoj edhe them ç'më gjeti, djalin nuk do ta ndihmoj. Kuptova se të pranosh autizmin është hapi i parë për të përballur këmbgulja për të mos u dorëzuar. Paragjykimet dhe sfidat e të dy kohëve. Radiokronisja e fjalës së lirë. Kur nisa punën në radio, isha 23 vjeç.
plot gjysmë shekulli më parë. Nuk e kupton sa e fort je, derisa t'jesh e fort është e vetmja mundësi që ken jetë. U mbytën e vanë, por mbet në shpirt nostalgjia. E fundit natë ishte edhe për të ftuarit nga të gjitha fushat. Politikanë dhe personalitetet e artit nderuan festivalin 63 në finale, duke parakaluar në tapetin e kuq. Mirë se erdhët në finalen e festivalit të 63 të këngës në radio televizionin publik shqiptar. Drejtori artistike e festivalit El Hajdadani ishte edhe ftuar e këtij festivali, ku përveç interpretimit përcolli mesazhe të forta kundër urrëties online. Ka momente në jetën e një artisti kur gjithçka që je, gjithçka që ke ndërtuar, vihet përballë një bote që pret të gjykojë. Dhe ndonjëherë nuk janë dritat e skenës ato që të verbojnë, por janë hijet e paragjykimeve që të ndjekin pas. Për të nderuar fjalën dhe tekst shkruesi në festival, u dha edhe çmimi i tekstit më të mirë, që i mori kënga Vesa Smolica! Eja Vesa! Faleminderit shumë për suportin që ma keni japë. Fest 63 erdhi i gjithi në perfekcion falë angazhimit të drejtoreshës së festivalit dhe zëvendës drejtoreshës së radiotelevizionit shqiptar, Aurora Polo, e cila drejtoi dhe koordinoi punën e gjithë stafit organizativ dhe stafit të televizionit publik shqiptar. Shkodra elektronike dhe Elvana Gjata të vinë në skenë.
Elvana Gjata të na bashkohen në skenë. Elvana. Elvana Gjatën dhe Shkodra Elektronike. Në vend dytë Elvana Gjata me 135 pikë. Japim çmimin e dytë. Elvana Urime. Çmimi i parë i festivalit të 63 në radio televizionin shqiptar i shkon Shkodra Elektronike me këngën Zjerm. Dali Mandel, po. Shumë urime. Është momenti juaj. Shumë urime. Shkodra Elektronike me Zjerm. Dëgjojmë këngën fituese. Në paranoja, pasia të në vete duke të voto. Në perukës një ambulancë, kaj kurset me arrogancë. Dhe se të në thanë që s'prishet koha. Përfundoha në nuj, kërës mu tha koja. Imaginoj një minut pa ushtar, po jetim as një shishe në qenë. Ofë si vjenera jarga van lirin e fjallë. Se më tonë shkolla. Kryon e mua një zemër të paste. Në notën time, të dërgoj driten. Gjithçka u mbyll me duar trokitje të gjata të spektatorëve, që tashmë kanë rritur pritshmërinë për festivalin e vitit që vjen. Shkodra Elektronike do të përfaqësoj kështu Shqipërinë në Eurovision 2025. Dhe shtu ka ullur si parin ky edicioni 63 i festivalit të këngës në radio televizionin shqiptar. Ritakojmë në edicionin e 64.